Shkëndia përfundimisht ka kapur ritëm të mirë duke koleksionuar edhe fitoren e 4 me radhë në kuadër të Gjiros së 29 të Ligës së Parë të Futbollit të Maqedonisë, ku qezinjt fituan pastër 0-2 në transferte në Kratov, duke i shkaktuar Sileksi disfatën e 11 në duelet direkte ndërmjet veti. Përballja u zhvillua në temperatura të larta që ndikoi futbollistët e dy ekipeve të kenë vështirësi të mbajnë lart intensitetin e lojës. Vendasi të vetëdijshëm për bilancin negativ në duelet e fundit me Shkëndijën, nisën lojën të kujdesshëm dhe të tërhequr në pjesën e tyre, ndërsa kuqezinjtë që luanin me fanella të bardha kontrollonin lojën dhe kërkonin e përsin. Junior, Vruqina dhe Alimi kishin tentime të pasuksesshme për të shënuar dhe ekipet në pushim shkuan me rezultatin e fillimit. Në fillim të pjesës së dytë, vendasit u orvatën të sulmojnë duke krijuar disa gjysmë rast, ndërsa Shkëndija e konsolidoi shpejt dhe rikthen dominim në teren. Ndryshim në rezultat nuk pati deri minutën e 76 kur Abdullah dhe Junior nisën kundër sulm. Braziliani pason për Xhelil Abdullah, i cili asiston sakt para portës, ku Vruqina në rënje përcjell topin në rrjet për epërsi 0-1, duke dalë lider në listën e gola shënuesve në ligën e parë me 17 gola të realizuar. Deri në fund, Kirkovski lëshoi mundësi të mirë për të sjellë golin e tretë, ku humb rast nga pozita ballore me portierin kundërshtar. Përgjithsesi Shkëndija rrëmben 3 pikë të reja dhe arrin në kuatën e 53 pikëve për përforcim të pozitës së tretë në renditje Federata e Futbollit të Maqedonisë, në renditje. Fitore me vlerë të difisht për ekipin tonë, për shkak se u bën shumë ndeshje brenda një kohe, pastaj luhi në një temperaturë jashtëzakonisht lartë, jo normale për këtë periudhë kohore. Ne nuk ishim në elementin e duhur sot, si në ndeshjet e fundit. Varet një lodhje të futbollistët, megjithatë, unë vlerësoj vetëm fitoren dhe asgjë tjetër, edhe pse ne duhet të analizojmë se ka disa raste ku kundërshtari na rrezikon, veçanërisht pas avantazhit ton me 1-0. Referin na krijoi pak konfuzion me sinjalizimin e offside-it, ku se kryesori nuk pranoi, por megjithatë futbollistët tanë duhet të jenë shumë siçel, të vazhdojnë lojën për shkak se ne rastin e pastër Sileksit e krijuam vetë ne. Në raste të tjera duhet të jemi shumë më të kujdesshëm dhe pastaj është e lehtë për shkak se vijnë rastet tona dhe mbillet ndeshja ashtu siç u mbilli dhe sot. Federata e Futbollit të Maqedonisë të Etën ka njoftuar klubin se Shkëndia ka marrë licencën për pjesëmarrje në kupat evropiane në sezonin ngarues 2015-2016. Komisioni për licencim pranë FFM-s ka pranuar kërkesën e Shkëndijës për pajisje me licencë dhe duke analizuar dokumentacionin e dorëzuar, ka sjell vendim për përgjigje pozitive. Nga dokumentet e dorëzuara në lidhje me kriteriumet për infrastrukturë, Shkëndia ndeshjet e saj evropiane si vendas do t'i zhvillojë në stadionin Filipi II në Shkup. Komisioni për licencim ka vlerësuar pozitivisht gjithë dokumentacionin e dorëzuar në lidhje me kriteriumet financiare, infrastrukturore, sportive, personelit administrativ dhe gjithë kushtet tjera shoqëruese që kërkohen për garim në Evropë. Me marrjen e licencës, skuadra nuk ka kurfar pengese për të luajtur në Evropë, ndërsa mbetet vetëm ekipi të sigurojë pjesëmarrjen përmes kampionatit, ku për momentin qëndron në zonën e Liga e Evropës me epërsi të konsiderueshme para vendit të katërt.